Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë risori që i kushtohet pikërisht mega procesit Sali Berishës. Me mua sot në studio dhe janë Bërësita Gjikoni, mirëmbrëma Bërësita. Flokert Muçe, mirëmbrëma Flokert. Arpër Hoxha, avokat, mirëmbrëma Arpër. Dhe Ervin Karanja, ish prokuror dhe avokat, mirëmbrëma Ervin. Bërësita, do të nisë me ty. Sigurisht, lajmi dje ishte fakti që... Po, president djes, dhe nuk është zbuluar sot e kësaj dite kush ka qenë autori i vrasjes së tij. Çka për mendimin tim mendoj që edhe vetë zonja Elsa që si gjyqtare duhet ta ketë si sfidë personale për të çuar atë gjë në vend, si çdo fëmijë ose si çdo vajzë që do e kishte atë gjë të babait vet. Po ç'lidhje ka me këtë? Kurse jo, e them këtë e bëra gjithë të kuadër për treguar lidhjet e forta që ka familje me Partinë Demokratike, duke folur prandaj thash dhe për votat që ka marrë 22 vjeçaria Andja Ulliri, po e ka marrë mbiemrin. Po e din të gjithë si zonë, Nikël Tapiza e njeh gjithë familja Ulliri, është një familje me shumë pushtet dhe me shumë marrëdhënie të shtrira në të gjithë fiset e Nikël Tapizës. Për të ardhur tani tek zoti Rama, unë mendoj që ka qenë një vendim politik i zonjës Elsa Ulliri, pavarësisht se mbahet si një gjyqtare profesioniste, edhe një gjyqtare që nuk ka pasur cen gjatë punës së saj nga ana e korrupsionit monetar, po them. Kurse nga ana e korrupsionit politiku, mendoj që ky është një vendim me qasje politike, por i pamenduar dhe vënë në pikpyetje anën profesionale të zonjës Ulliri. Pse e vënë në pikpyetje? E para është ajo që thatë ju, jo vetëm që SPAKu se ka kërkuar, por Kodi i procedurës penale, në 162 e kam këtu, ka një specifik kur merret kryeministri i një vendi si dëshmitar. Ka një specifik i cili thotë që e para njëherë që presidenti i Republikës, kryeministri, kryetari i parlamentit, e para nuk shkojnë në gjykat, por shkohet pranë ambientit ku ata punojnë për të marrë një dëshmi. Po nuk e di për proces gjyqësor, për proceset timore. Jo, për proces gjyqësor është kjo, është kodi i procedurës penale. A kjo vlen edhe për dëshmi për gjykat? Po, edhe për gjykatën. Jo, këtu se di, e di vetëm për proceset timore. Jo, prandaj printova dhe mora me vete. Pra edhe në proces gjyqësor nuk janë të detyruar të shkojnë atje, por do të shkojnë zonja gjyqtare, do të shkojnë